një nga suidat e çuditshme të Emirate Palace, i cili është mandarin oriental. Sot shiheni është vetëm hyrja, andej është një pjesë e ndenjes, këtu është banja, po jo tregoj të gjithën. Here is the dining room. Kjo është pjesa e ngrënies, pjesa pritjes, tani po heci në përsujt, ju e tregoj me shpejtësi, se ndryshe nuk arrit dot. Kjo është pjesa e parë e ndenjes. Ngatrova rrugën. Kjo është pjesa e parë e ndenjes, çdo gjë është e punuar me dorë, është vetëm dhoma e ndenjes, pra pjesa e parë e dhomës së ndenjes, ndërsa kjo është dhoma e gjumit. Shiheni dhomën e gjumit nga atje do 5 minuta që t'i vish rrotull. Jashtë është pamja jashtëzakonshme e detit dhe e pallatit presidencial të Emirateve të Bashkuara Arabe. Dhoma dhe how many square meter is this room? 350 metra katror është e gjitha. Kjo është pjesa e garderobës, shiheni pak garderobën dhe pjesën ku bëhet tualet, çfarë mrekullie që është, dhe shihni pastaj banjën. Kjo është banja, domethënë WC bidet, banja ku ti qëndron, dushi gjigant, 2 lavamanet të cilët janë të bërë prej metali dhe jacuzzi me të gjithë pamjen. Vetëm banja këtu është po tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, është 10 metra e gjatë në një prej super suitave të Emirates Palace, një prej hoteleve që konsiderohej me 7 yje i globit në Abu Dhabi.